Evra me këtë lajmin i ke shërbyer me dresh, kam gatuar me dresh se ishte lajmi është i vërtet apo jo? Po është shumë i vërtet, por njerëzit tani është varet se si duan ta marrin për shembull klikimin ose like-un ose si të arrisin audiencën më shumë. Edhe çdo gjë sot po të shikojmë këto gjëra janë që të rritet kjo gjëja. Egzagjerojnë çka ata. Po, thjesht kam qenë një student të universitetit që na kanë zgjedhur 10 studentë. 10 studentë kanë thënë që ju do shkoni back in Palace që të shërbeni një ditë. Një ditë dhe më thënë 54 orë që ishin atë, ishte një experience. S'pas ke thënë gjithë i shkreti më po. Është media shqiptare që po re në grepin e tyre, se e ndryshojnë titullin atë. Po jo, unë vërtet shërbeva se tavolina ka qenë aty, kur më tha profesori që tha ti edhe një vajzë ka qenë Keti dhe shkoni, sa jo futet një dhomë private. Mërtëresha? Po. Ju futën në dhomë private me Mërtëresha? Mërtëresha në dhomë private, tjerët ishin gjithë jashtë, për gjithë këto ajo rrinte, derisa të procedurat e tyra, nuk e dija. Më thotë do shkojsh, unë kisha turë fare, jo, tani ka dy gjëra, ishim edhe si këto delëshendet që qeshimi, po edhe kisha turë, po shkoj me të neshet. Edhe kur shkoj, thonë, jo, e vajza thotë Keti, po, unë do shkoj. Hajde edhe ti shko. Edhe kur më thotë më profesori, po nuk shkohet kështu, thotë, do ullësh të përgjërosh, të bësh dirë madhesti, edhe e provuam, do ullëm, do dirë madhesti, edhe i thash, Keti ishte angleze. Nuk i prezentove kështu, i smet sheu nga Cereni? Nuk mund të flasish kështu, vetëm dirë madhesti, edhe ka qenë aty që i tha më mrapa, would you like for drink, se ishte vetë për pijen, ajo mori gin tonics with olives. Gin tonic pi!